Shqiptarët do të kenë 4 parti të reja për të votuar në zgjedhjet e qershorit, alternativa të cilat synojnë të sfidojnë politikën tradicionale të përqendruar në 3 polet e mëdha. Kryetari i partisë më të re në vend, Ben Blushi, thotë se Libra do të jetë partia e të papërfaqësuarve në parlament. Libra është një parti politike shqiptare që mbështet shtresën e mesme dhe shtresën e ulës së Shqipërisë. Sepse beson që të dyja këto shtresa janë shumica e shqiptarëve, janë të papërfaqësuara në parlamentin e Shqipërisë. 3 partitë e mëdha që kanë shumicën e votave në parlament, kanë 90% votave, mbështesin 1% popullsisë, vetëm të pasurit. Sipas Agrondukës, ka ardhur koha që buqësia të shikohet si prioritet. Shqipëria duhet të ketë, sipas mendimit tonë, patjetër një zët fuqishëm parlament, i cili të mbrojë interesat e banorëve të zonave rurale edhe të zonave urbane për ato çështje që thamë. Në Shqipëri, bujësia nga gjitha llojet e qeverive, të majta apo të djatha, është parë gjysmë prioritet, jo prioritet i plotës. Për Gjergji Bojaxhi, sfida është një lëvizje totalisht ndryshe nga partitë e tjera. Sfida është një lëvizje totalisht ndryshe nga partitë e tjera në Shqipëri. Është një lëvizje që është lindur dhe ka buron nga qytetarët. Neve nuk kemi asnjë figurë politike që të ketë qenë përfaqësuese në parlament apo në nivel ministri apo presidenti etj. Domethënë buron nga poshtë dhe në mënyrë graduale do ndërtohet që ne si qytetarët kemi atë zë që na mungon në shoqërinë tonë. Bleta shqiptare është lëvizja më e re në vend. Iniciatorë të saj janë 2 shqiptaro-amerikanë, Shenasi Rama dhe Grid Roy. Të ftuar në arena ata kanë shpjeguar se ku konsiston kjo lëvizje. Bleta shqiptare është një forum që ka mbledhur me dhjetra intelektual nga gjitha trojet kombëtare, që synon të analizojë të gjitha zhvillimet më të fundit nga prizmi i interesit kombëtar të shqiptarëve. Kjo është një zgjidhje më e vështirë, zgjidhje që kërkon më shumë punë. Kjo është një zgjidhje që kërkon ndryshim mendësie. Kjo është një zgjidhje që kërkon ndryshim pritshmërish nga të gjithë ne. Pra, do të ndryshojnë pritshmëritë, por ama ajo që do të marrim në këmbim të kësaj, do të jetë një shtet i konsoliduar,